pinë lëndë narkotike, bëjnë seks kolektiv. Bëjnë rituale satanike? Po, bëjnë rituale satanike. E kishin një hot, një bufin e kishin. Aty adhurojnë atë bali në formën e bufit, adhurojnë ose është ai dhia me brirë, me infëmin në kraqe. Pjesëmarrës kishin qenë shumë president, Ronald Reagan, Nixoni. Nuk bësh do të në Shtetet e Bashkuara këto 100 vitet e fundit, president në qoftë se s'ke marrë pjesë në Bohemian Grove, në qoftë se nuk bën pjesë në disa organizata të qeverisë botërore, siç është klubi Bilderberger, siç është Council on Foreign Relations në Amerikë, siç është Chatham House në Britani, siç është RIIA, Royal Institution of International Affairs, pra një grup institucionesh që i bashkon pedofilia, shantazhi dhe në qoftë se ti rrëshqet nga agjendat që t'i japin këta, pasi këta të kanë filmuar dhe të mbajnë të shantazhuar me filmimet, në qoftë se ti rrëshqet këta të kërcënojnë që do t'i bëjmë publike filmimet që të kanë bërë me pedofili. Po, dhe një nga këto kërcënime, besoj që ka qenë dhe kërcënimi mbi Trumpin, pasi FBI kontrollohet bashkë me CIA-n, kontrollohet ende nga shteti i thellë, dhe shteti i thellë në fakt nuk është gjë tjetër sionizmi që kontrollon Shtetet e Bashkuara, dhe që sa herë që ka ndonjë dëshirë Izraeli për të bërë ndonjë luftë me komshinët e vet, për t'i shkatruar, gjithmonë kanë përdorur këto kërcënimet. Pra ti po thu që këto kanë dalë për shkak që Izraeli po dën miroj Iranit. Po. Dhe përveç kësaj, këta kanë mbajtur të shantazhuar edhe aktorët. Aktorët e mëdhenj të Hollywoodit për shembull, dihet që i shantazhonin përmjet P. Diddyt, i cili përdunonte dhe të theshin në qoftë se ti do të ecësh përpara të bësh karrierë, qoftë femra, qoftë meshkuj, i fusin atje në festat e P. Diddyt dhe këta me disa njerëz tjerë me ngjyrë përdunonin aktorët e bardhë, femrat e meshkujt, i përdunonin për t'i degeneruar dhe për t'i ofenduar që ju jeni racë më inferiore se të zinjtë dhe ja, ku ju kemi, ku shumë aktorë me emër kanë qenë atje në ato të P. Diddyt. Pra shoqëria perëndimore në fakt jo vetëm në Amerikë, po gjithë perëndimi është kthyer, po sidomos Shtetet e Bashkuara është kthyer në një Sodom dhe Gomora, dhe një nga qëllimet e tjera që mund të jenë është rrëzimi i Amerikës nga globalistët, për shkak se Trumpi po i lufton globalistët duke ndjekur politikat e Hamiltonit. Hamiltoni ndiqte politika proteksioniste, e ka vrarë në moshën 40 vjet, ka qenë sekretari thesarit ose ministri i ekonomisë dhe me George Washingtonin, dhe sa herë që një president i kthehej politikave hamiltoniane, pra politikave proteksioniste ku shteti brenda mbron produsit e vet me politikat e veta doganore për të futur mallrat e huaja, këta e kanë eliminuar dhe janë më duket një 18 president që kanë vdekur në detyrë, shumica ose janë vrarë, 3 janë vrarë, të cilët janë vrarë pikërisht se kanë dashur të futin politikat hamiltoniane ose kanë dashur si Kennedy të shtinte në dorë emisionin e paras, të cilin e kanë banker privat që janë të Fedit, dhe kjo është nga historitë të tjera shumë të rëndësishme se si pakicat sundojnë Shtetet e Bashkuara, pra është një grup i vogël elitar që sundon sistemin demokratik në dukje të Shtetet e Bashkuara. Po përmenet në dusit e psen e kemi po, ose në komi vetë e kom po, të Xhamat Big World dhe Bill Clintoni. A i bën dam kjo shtetit Kosovës? Dëgjoj, edhe baba im tjetë, unë po ta di, do të nxirr, edhe do të them. Sepse e vërteta është fe mbi fe. Clintoni ka ndjekur një politik win-win me kosovarët, me shqiptarët e Kosovës. Çdo të thotë, Shtetet e Bashkuara dhe elitat e Shtetet e Bashkuara që programojnë politikat e Shtetet e Bashkuara kishin interes që të ndërhynin në Kosovë dhe populli i Kosovës kishte interes të